Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga kapslloku një lugë nga kjo bën mrekulli në zorrën tuaj. Pacientët me kapsllok kronik hanin mesatarisht një lugë gjelle nga ky reçel në ditë, duke filluar kështu të zbraznin zorrat e tyre më rregullisht. Suksesi ishte aq i madh sa që spitali vazhdoi ta përdorte atë si një ilaç për kapsllokun, prandaj edhe ky reçel mori emrin reçeli mjekësor. Ky reçel i shquar u zhvillua nga Spitali Kanadez i Veteranëve në Quebec. Gjithashtu edhe pse kapsllоku është një temë tabu për të cilën shumë nuk duan që të flasin para të tjerëve, madje edhe vetë para mjekëve, e vërteta është se ky është një problem shumë i zakonshëm i cili prek shumë njerëz. Arsyet e kapsllokut mund të jenë shumë pak ushtrime, stresi, pleqëria, ilaçet, vitaminat dhe shumë pak fibra dhe njëkohësisht ujë dietik. Por kapsllоku mund të jetë gjithashtu një efekt anësor i një sëmundje tjetër që ju duhet të jeni në gjendje të lëvizni përsëri zorrët tuaja së pari. Gjithashtu edhe pse kapsllоku mund të duket si një ndërhyrje jo mendore, ky nuk është rasti nëse ky problem vazhdon për muaj të tërë. Kapsllоku nuk është vetëm një mungesë e plotë e jashtëqitjes, ajo gjithashtu mund të shfaqet me jashtëqitje të forta, jashtëqitje të rënd ose të rrallë, një ndjenjë zbrazjes jo të plotë dhe një stomak i fryrë. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 150 gram hurma, 1 filxhan, 150 gram kumbulla të thata, 1 filxhan dhe 1.5 gota ujë të zjerë për reçel më të trash, mund të përdorni më pak ujë. Procedura: pritini frutat e thata në copa më të vogla, vendoseni në ujë të vluar dhe më pas gatuajini ato derisa përzierja të trashet. Sasia e mirë llogaritet të jetë mjaftueshme për 20 racione, pra 20 lugë gjelle për çdo ditë. Nëse ka nevojë natyrisht më shumë mund të përdoret. Gjatë ditës është e nevojshme të pini një sasi të madhe ujë, por me stomak bosh. Nuk rekomandohet të pini ujë gjatë ngrënies ose menjëherë pas vaktit. Ky reçel është i përshtatshëm njëkohësisht për të gjitha moshat. Ndërkohë, ju duhet të dini se ekzistojnë edhe disa ushqime të cilat do t'ju vinë juve në ndihmë. Një ndër problemet shëndetësore më të përhapura dhe sidomos në vitet e fundit është pikërisht kapsllоku. Mjekët thonë se faktori më kryesor është mënyra e të ushqyerit, por cilat janë ushqimet që ju ndihmojnë? Kivi. Kivi është një frut i shëndetshëm i cili, nëse hahet në mëngjes, vë në lëvizje zorrët tuaja dembele. Drithrat në formën e bukës apo makaronave janë të pasura me fibra të cilat ju ndihmojnë në luftën kundër kapsllokut. Bishtajoret përveç se përmbajnë proteina bimore, janë gjithashtu të pasura edhe me fibra të cilat stimulojnë lëvizjen e zorrëve. Nga ana tjetër, kumbullat e thata janë një laksativ natyral i shkëlqyer natyror, por mbi të gjitha janë të shijshme, ndaj ju duhet që t'i konsumoni ato sa më shpesh që të jetë e mundur. Ndërkohë, aloe vera, ajo bën mirë për shumë funksione fiziologjike, ndër të cilat mund të përmendim edhe sistemin e tretjes, veçanërisht të zorrët. E kishit menduar ndonjëherë që nëpërmjet jashtëqitjes ju mund të humbisni në peshë dhe t'i bëni zorrës së trash një nder të madh? Mund të mendoni se kjo fjali është qesharake, por në fakt është krejt e kundërta, sepse pastrimi i zorrës së trash është një mënyrë tepër e shkëlqyer për të humbur në peshë. Për të mbajtur zorrën e trashë të pastër nga toksina dhe për të lehtësuar problemet tuaja me tretjen, nevojitet një detoksifikim i saj.
që fare lehtë ai mund të bëhet edhe në shtëpi. Mjafton që ju të pini këtë lëng detoksikues. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një filxhan kafeje me lëng limoni të freskët dhe njëkohësisht 2 lugë gjelle mjaltë, të cilat duhet të siguroheni që të jenë organike. Ju duhet edhe 2 lugë gjelle ginger i grirë në rende dhe 3 gota me ujë. Hidhni ujë në një enë dhe më pas vendoseni atë në zjarr që të vlojë. Largoheni më pas nga zjarri dhe hidheni në një kan ku do të shtoni më pas mjaltin dhe përzijeni. Më pas hidheni lëngun e limonit dhe xhinxherin. Përzijeni të gjithë përbërësit mirë. Përdoreni këtë pije të paktën 3 herë në ditë, në mëngjes me stomakun bosh, në mesditë para vaktit të ngrënies dhe sërish në mesditë, pasi ka kaluar pak nga koha që ju keni marrë dozën e dytë. Ndiqeni këtë trajtim për disa javë rresht, të paktën 2 javë çdo muaj dhe do të habiteni me rezultatin që do të keni. Keq funksionimi i aparatit tretës mund të çojë në një sër problemesh dhe ai më i zakonshmi është pikërisht kapsllëku. Gratë janë më të rrezikuara se burrat dhe rreth 42 milion njerëz vetëm në Amerikë vuajnë nga ky shqetësim, sipas Institutit Ndërkombëtar të Diabetit dhe Sëmundjeve të Veshkave dhe njëkohësisht të aparatit tuaj tretës. Ndërkohë, një dietë e pashëndetshme dhe e varfër në fibra përkeqëson sigurisht gjendjen tuaj shëndetësore. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se ekziston një recetë fantastike me produkte natyrale të cilat do t'ju vinë juve në ndihmë për të trajtuar problemet tuaja shëndetësore. Ajo përbëhet nga përbërës fantastik siç është dardha, e cila ka fibra të larta dhe ato bëjnë të mundur lëvizjen e zorrëve dhe përpunimin e ushqimeve më shpejt. Të gjitha produktet në këtë video janë të pasura në fibra dhe veprojnë si laksativ, ndërto do të përmendim brokolin, tërshërën, drithrat e tjera, spinaqi, frutat e thata, fara chia, lule shtrydhe, molla dhe njëkohësisht dardha. Sipas ekspertëve, përbërësit që juve do t'ju duhen për përgatitjen e kësaj recete janë 2 dardha, 2 lugë çaj me lëng limoni, pak krip të zezë. Si ta përgatisni? Priteni dardhat në copa dhe më pas shtrydheni ato në blender, përzijeni dhe më pas shtojeni në një gotë ku keni hedhur lëngun e limonit dhe pak krip. Përzijeni mirë derisa masa të bëhet homogjene dhe më pas konsumojeni. Do të shikoni që do të keni rezultate fantastike në një kohë të shkurtër. Sot buke dhe ujë të ngrohtë. Miksoni një lugë çaj sot buke me një çerek filxhani me ujë të ngrohtë dhe gjithashtu kjo do të lehtësojë dhimbjen e kapsllëkut dhe do t'ju bëjë ju të ndiheni më të çliruar. Hidratohuni. Duke qenë i hidratuar, ju mund të anashkaloni kapsllëkun, pra duhet të pini sa më shumë ujë. Thuhet se pirja e ujit të gazuar bën mirë pasi ju hidraton dhe karboni bën mirë për të shtyrë mbetjet jashtë daljes. Hani fibra. Duke pasur fibra të mjaftueshme në dietën tuaj, ju do të ndihmoni që zorrët tuaja të lëvizin më shumë, në mënyrë të tillë edhe ushqimi kalon më lehtë. Fibrat e tretshme dhe jo të fermentueshme të tilla si psilium janë në lloj i cili ndihmon gjithashtu në lehtësimin e kapsllëkut. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.